Në Korçë u çel edicioni i 10 i javës së kuzhinës italiane në botë, një aktivitet që ndërthur traditën, kulturën dhe shijen, duke krijuar një urë të veçantë bashkëpunimi ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë. Kjo iniciativë bëri bashkë mësues e nxënës të shkollës profesionale Shërbime, të gjimnazit Themistokli Gërmenji dhe nga shkolla italiane Strigher në Udine, të cilët sollën në Korçë mjeshtërinë e gastronomisë italiane. Bashkëpunimin që kemi 3 shkolla, shkolla jonë, shkolla italiane dhe shkolla e Themistokli, gjimnazi Themistokliut, ka krijuar pikërisht këtë situatë që të rinjtë të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, të mësojnë nga njëri tjetri, të mësojnë eksperienca të vendeve të huaja, sepse është pikërisht ajo që ne mundohemi t'ju japim nxënësve në programin që ne zhvillojmë në drejtimin hotelleri turizëm. Java e kuzhinës italiane në botë, për ne italianët, është një festë shumë e rëndësishme, sepse kuzhina përfaqëson një pjesë të madhe të kulturës dhe traditës sonë. Ashtu si në gjitha festat, edhe kjo duhet festuar me njerëzit që kemi pranë. Për ne, Shqipëria është një vend mik dhe ndihemi si në shtëpi këtu. Nxënësit shprehën kënaqësinë e tyre për këtë eksperiencë të veçantë. Kjo eksperiencë po më pëlqen shumë. Korça është një qytet i bukur dhe jam e lumtur që jam këtu për të ndarë traditat e vendit tim dhe për të njohur traditat e vendeve të tjera. Jam shumë e gëzuar që në Korçë kemi sjellë disa nga gatimet tona tradicionale, duke treguar kulturën dhe shijet e vendit tonë. Ka shumë rëndësi sepse po njihem me traditat dhe kulturën italiane. Ky aktivitet mbështetur nga Ambasada Italiane në Tiranë u konsiderua si një hap i rëndësishëm drejt thellimit të marrëdhënieve arsimore, kulturore dhe kulinare mes dy vendeve.